jam nisur nga një kuzhinier me emër, i cili kur gatuan disa ëmbëlsira që vuare para sa ditësh, thotë që mos përdorni sheqerin e bardhë, po përdorni sheqerin kaf, sepse është më i shëndetshëm se ai bardhi. Po kush është e vërteta? Faktikisht që është mit, sepse të dyja janë forma të saharozës. Dhe në trup metabolizohen njësoj, pra metabolizohen edhe në mëlçi identikisht si alkooli. Sepse përbërja kimike si e sheqerit bardh, si e sheqerit të kaf është e njëjtë, saharoz e rafinuar. Nga aspekti metabolik, në momentin që futet trupi nuk e dallon. Enzimat tretëse e shpërbëjnë sheqerin në glukozë dhe në këtë moment, si qelizat beta të pankreasit, nuk pyesin është sheqeri kaf ose i bardh. Dhe në studime është parë që është identikisht i njëjtë për pankreasin dhe për mëlçin. Pra ky është një mit marketingu që vjen për arsye sepse u penalizua ose më saktë filluan dëmet e sheqerit bardh të dilin në pa dhe për të dalë në një krah tjetër përshitje është vënë sheqeri kaf. Mos harrojmë një pjesë dërmuese e sheqerit është ngjyrosur artificialisht me melas. Nuk është sheqeri origjinal kaf dhe e bën akoma edhe më të rrezikshëm. Sheqeri i vazhdon përsëri, mund të themi të njëjtën gjë, rrit rrezikun e obezitetit, të diabetit, të yndyrnave të mëlçisë, problemet e inflamacionit kronik, problemet tumoriale etj.